e mira edhe me që nuk është një kampionat, që shpo menojnë këta që Bodoglim. Bodoglimi ka mujtë edhe Milanën 5-1 ka mujtë. Treneri Smeta me Milano. Milano be ka presionet e Anglia pasi po shifet si favorite nga gjithë. Presioni është Anglia. Debatiku po mënohet me zërë Norvegjin me bo favorit, po s'munët. Këta janë anglez, ta e kanë shpik futbolin, e kanë ligën më të mirë në botë. Që sos kanë fitu. E kanë ligën më të mirë në botë. Se s'po fitojnë. Mu ma kanë mu shmen, këta në fazë grupeve nuk kanë lujtë mirë. Ma kanë mu shmenën në ndeshje kundër Meksikës, Anglia është shumë e rrezikshme me fitu kupën e botës. Do më thonë, e ka sulmusin më të mirin, e ka me sfushorin më të mirin, mu shumë o pëlqen, ajerajësit që s'po të pëlqej ka ty, apo merë vesh, qërë t'i bënë një zilant të me sfushor si rajësit, ka të zëj që e marën, që i ke pas do të lëllë, qëta që i kom bërë dhe si rajësit. i ke pas do shumë të lëllë, Andersoni i Manchester City do është me sfushorin dërë më të mirë në botë. Filozofia e Tuhelit është që Anglia kur nuk ka pas mundësi me yje me fitu. Kë ka sakrifiku, ka marrë lejtar me i fitu në ndeshjet. Do me thonë, tash e kum po me një podcast Steven Gerrard, kë qëndërmbrojtësi si Manchester Unitedit, Ferdinandi, ata të regojshin si kam pas gjelozi me zveti. Tha na tash jem shok ma të mirë se so atër. Kër ka qenë bashkëtar. Qa që ka qenë rivaliteti i madh mes klubeve, që këta kur janë shku të kombëtarja nuk kanë parë cilët të dalë më mirë për veta. Kam pas atë gjelozin edhe atë egon pa lidhje prej rivalitetit në për klube, se kanë rivalitet shumë të madh klubet në Angli.